padyshim se vetë krijimi i njeriut është një argument nga shumë argumente tjera që neve na bën të mendojmë, të analizojmë dhe të bindemi se Allahu Gjelle Gjelaluhu është krijuesi i gjithësisë. Allahu krijoi çdo gjë që e dim ne edhe që nuk e dim. Prandaj Zoti thot në Kur'an: "Wa fi anfusikum afala tubsirun." A nuk po shikoni në vetët tuaja? Më thënë, është me të vërtet për të menduar kushdon të mendoj. Zoti shpesh herë në Kur'an kur përmend ajetet kuranore thot për ata të cilët mendojnë, për ata të cilët analizojnë, për ata të cilët shikojnë, për ata. Shiko këto vajza, edhe ne dikura ishim kështu të vegjël. Prindët tanë ishin më të ri, ata sot janë mosh, ne po shkojmë moshës. Subhanallah, kjo njeriu, sidomos Zoti e përmend në Kur'an, kur njeriu arrin në moshën e shtyrë, në moshën e pjekurisë, në moshën e përmend 40 vjeçare. Dhe thot, o Zot, të falenderoj ty për mirësitë tua. Të falenderoj ty që më ke dhënë këto të mira, për atë që i kam prindët, për fëmijët e mi. Të gjitha këto falënderime që njeriu kur të arrin moshën e pjekurisë, duhet të kuptoj që ai kaloi një pjesë të jetës dhe po shkon dika. Prandaj argumentet të cilat njerëzit duhet mendojnë janë të shumta. Zoti e përmend në Kur'an ditën dhe natën. Po bëhet dita, po vjen nata. Subhanak ya Rabb. Si po funksionon ky sistem, ky orbit? Po vdesin njerëzit, po lindin njerëzit. Po smuhen njerëzit, po shërohen njerëzit. Njerëzit po pasurohen, njerëz po varfërohen. Prandaj, të gjitha këto argumente që ne i shohim, për ata të cilët mendojnë dhe vetëdijsohen, themi, ata padyshim se do të shohin argumentet e Zotit të cilat ata po jetojnë në ta. Prandaj edhe prej argumenteve të Zotit është edhe krijimi i njeriut. Allahu Azza wa Jall ka treguar detajisht në Kur'an si e ka krijuar njeriu, formën e krijimit të tij. Pastaj ka treguar edhe formën se si krijohet prej dy gjinive. Zoti thot në Kur'an: "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha." Edhe ju kemi bërë juve, kemi krijuar juve nga një mashkull, një femër. E pastaj ju kemi bërë juve fise, e popull. Të gjitha këto janë argumente për cilat njeriu duhet mendoj. Mirë, po atë që duhet ta kuptoj njeriu se misioni i tij në këtë botë nuk është të jetoj një periudhë kohore, punoj, të zhvilloj edhe të përfundoj. Jo. Misioni kryesor është që të adhuroj Allahun. Ta gjej veten aty ku Allahu ka urdhëruar. Ai vend është të jetë njeriu në sejdë, të jetë njeriu në namaz, të jetë njeriu në agjerim, të jetë njeriu në zakat. Në këto vende të gjendet ta sheh mrekullinë dhe përsosmërinë e Allahu Gjelle Gjelaluhu që njeriu i ka dhënë te bareke ve taala me dëshirën e tij absolute.